Republika e Kosovës dhe institucionet e saj u bën cak I sulmeve terroriste. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë, e me gjithë këto, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk kemi qenë asnjëherë të hidhruar me Bashkimin Evropian. Ne e mirëpresim vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr masat që ishin vendosur Kosovës. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë, dhe së dyti, sepse deeskalimi I situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Republika e Kosovës dhe institucionet e saj u bën cak I sulmeve terroriste, prej të cilave 2 me pasoja të rënda. Ai në Banjës të Zveçanit me 24 shtator të vitit 2023, ku mbeti I vrarë rreshteri policor heroi ynë Afrim Bunjaku, dhe tjetri në kanalin Ibër Lepens në Varag të Zubin Potokut me 29 nëntor 2024 që synonte dëmtimin e pariparueshëm të infrastrukturës kritike. Për të 2 këto sulme tashmë ka aktakuza të ngritura. Për rastin e Banjskës, të gjitha provat dëshmojnë për një plan të përgatitur me përfshirjen dhe financimin e shtetit Serbisë për aneksimin e veriut të Kosovës përmes strukturave paramilitare pas një konflikti që do të zgjerohej. Po të mos ishin vendimet në kohë dhe reagimi I shpejt e profesional I njësive tona speciale të policisë, mëngjesi 24 shtatorit të vitit 2023 do të na zbardhte një realitet krejtësisht tjetër në terren. Ndërka që për sulmin mbi kanalin Ibër Lepens, provat e grumbulluara dhe informacionet rreth të arrestuarve gjithashtu konfirmojnë përfshirjen e strukturave ilegale Serbisë dhe vetë shtetit të Serbisë. Në retrospektiv, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi I institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi I ligjit dhe rendi publik. E me gjithë këto, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk kemi qenë asnjëherë të hidhruar me Bashkimin Evropian. Kemi mbetur plotësisht të përkushtuar ndaj integrimit evropian për përmbushjen e kritereve për antarësim dhe për të vazhduar si aleat dhe kampion të vlerave demokratike. Por më duhet të them edhe diçka. Republika e Kosovës, masat më të mëdha financiare, nuk I ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga opozita parlamentare. Në muajin e kaluar, përkundër insistimit tonë, ku vendi I Republikës u shpërnda pa u votuar plani I rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej, në mungesë vullnetit dhe të votës së opozitës. Andaj uroj dhe shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe konstituimit të kuvendit, edhe opozita e tanishme t'ja heq masat Kosovës.